Se na keshët kur dikush rrëzohet ose me kamerat në shefta. Kjo s'ka të bëjë me mungesë empatie, po me mënyrën se që truni e përpunon rrezikun edhe sigurinë njëkohësisht. Shkenca e humorit e quan këtë Meaning Violation Theory. Dy studiues amerikan Peter McGraw dhe Caleb Warren kanë testu këtë ide përmes disa eksperimenteve shumë interesante. Ata zbuluan se ne qeshim kur ndodh një aksident, po i cili nuk na duket shumë i rrezikshëm. Pra, truni e percepton situatin si një kërcënim të vogël, po pastaj e kupton që është në rregull. Ky kombinim i rrezikut edhe i sigurisë aktivizon një reagim emocional që përkthehet në të qeshur. Nëse situata është shumë e keqe, për shembull dikush lëndohet seriozisht, ne ndjejmë keqardhje edhe nuk qeshim. Nëse situata është e zakonshme, thjesht s'është qesharake, por kur dikush bjen e pastaj ngrihet prap, truni e sheh si rrezik por të padëmshëm, si për shembull me hajnat të filmin Home Alone. McGraw dhe kolegët treguan se njerëzit që qeshin shumë në situata që janë të rrezikshme, por jo shumë të rrezikshme, ose siç thot ai, meaning violation. Pra, kur e sheh qaplinin që bjen prej shkallëve, truni yt e bën një ekuilibër delikat midis rrezikut edhe rehatisë. Humori është sikur një alarm që bjen, po për një sekond truni e fik menjëherë sepse kupton që s'ka rrezik real. E ty atë keshët kur sheh aksidente ose kamerat në shefta, kallëzon komente, edhe për më shumë video si kjo, subscribe bëni në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.